Përshëndetje, mirë se erdhët në studion tonë me këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ju Përshëndetje. na keni shkruar në lidhje me një ngacmim që ju ka ndodhur më herët dhe sot Po. pas 4 vitesh pra ju endeni në përgjykata për të gjetur drejtësi dhe agresori, personi që ka tentuar t'ju përdhunoj, nuk ka marrë asnjë dënim nga drejtësia italiane. Si ka filluar historia? Historia, unë punoja me këtë personin, e kina lënë me pi kafe, ky më ka çu ke shtëpia pa desh unë, edhe ka desh me më heq rrobat komplet, si quhet. Unë e shtyj, edhe nuk i tërgoj këtë muhabeta si njeriu, si quhet. E lej këtë muhabet. Mbas 3 muajsh marr vesh që më thonë shumë njerëz, o ti ke video më xhiro, po tani unë s'kam taku asnjëherë mjet time, as kam pas kupto. Çe video do të ketë më xhiro. Çfarë video kishte publikuar ky? Ka publiku atë moment kështu që ka desh me më xhvesh komplet. Po njerëzit flasin. Unë kam denoncuar po nuk është puna vetëm me videos. Unë kam denoncuar karabinjerët e zonës. Karabinjerët e zonës më kanë dhënë denuncën, mareshalli me pak fjalë. Unë prokurori kam një denuncë tjetër me firma të ndryshme. Këtë denuncë janë shkruajtur faktit ndryshe. Edhe unë kam bërë kodishen rozë ke spitali e Empolit quhet këtu. Unë nga ai rast, unë rezultoj që jam me psikiatri. Unë rezultoj që jam skizofrenika. Pse ka përfunduar deri në këtë pikë? Pse se kanë pagujt. E kanë thonë që kjo s'do denoncoj. Po, kjo kanë thonë që kjo s'do denoncoj asnjëherë. E qartë. Do denoncoj se është të heqin të drejtën që ti të denoncosh. Po, kjo kanë thonë kjo s'do ta bëj publike se ka turp, se ka fëmijë të mëdhoj, ka 3 vajza, më kanë përndjeka vajzat, unë filloj punë tjetër, këto më përndjekin. A ndihesh e kërcënuar Adelina nga ky person? Po, më kanë kërcënuar edhe me vdekje para 2 javësh, kam edhe mesazhe. Po, dhe kush të ka kërcënuar? Kush të ka kërcënuar? Një pronar i punës tjetër, se e din çdo, për shembull ti kur shkon me punu në një vend tjetër, merret vesh se ti ke denoncu një ditë, si quhet. Po. Edhe njerëzit kujtojnë se u ka marrë lek. Që ti ke po denoncove një person, nëse ty s'shko denoncimi deri në fund, kujtojnë se unë kam pranuar lek. Mu më janë ofruar shumë lek. Nga kush? Po unë kam pranuar. Nga kush t'janë ofruar lek? Nga gjykatësi. Gjithë avokatët e mi kanë dhënë ndërheqjen, unë kërkoj fashikullën. Fashikulli kërkoj letrat tuaja, se që shkruajt në prokurori. Avokatët e mi japin ndërheqjen me mesazh, o me post. E unë i kam ato mesazhe, çdo gjë. Unë ku kam pinë djalin, më dhanë me horë psikofarmaqe, si quhet. Edhe më kërcënuan ke djali që do ta mbashin djalin tim. Sa fëmijë ke, Adelina? Kam 3 vajza të mëdhaja edhe djalin 3 vjeç. Kur kam lind djalin 3 vjeç, do ndin me mamajt spitalin. Do të thënë, rasti ka 4 vite që ka ndodhur ti ke djalin 3 vjeç, u ribashkove prap me burrin? Po. Do të thënë ishte në proces divorci në momentin që ndodhi kjo ngjarje dhe më pas u ribashkuat sërish. Po, burrim s'm ka praktiskuar, e kupton. Nuk e merito as i femër, ka thonë çet ka ndodhur. Dhe ti prandaj po e bën publike me qëllim që du drejtësinë time, unë s'kam video më xhiro, unë kam i video tentativ përdhënim o përdhënim si quhet, se italian thonë është përdhënim, edhe se të ka prek pak. Do të thuash kush të ka kërcënuar me thik? Ke restoranti fundit, që mori thik, po thonte që ti merito se e dite se që ka not, ti merito të vdesësh, Pronari lokalit që ti punon tani? Po, e kam lënë para 5 ditësh, 6 ditësh, kështu. Unë thjera policin atje, i thash ky po më kërcënon me thik. Policia ishte më djenjin ka i muaj, që unë po më kërcënonte ky person. I kisha lajmëruar policinë e vendit, edhe i thash ky më kërcënon mua me thik, i thash se ka marrë vesh të vërtetën. Erdhën karabinjerët e zonës, unë i regjistrova, edhe ato i thanë, ai pronari punës më sjelli 4 karabinjerë tjerë, si kishte prikë se shko burrim o vllajim, edhe ndodh në i gjo e keqe. Edhe unë erdha direkt në shtëpi, nuk ose çova vlleznin o çova burrin, se dihet se do të më kërcënojnë. E kuptoj. Edhe në fund do të pyes për ti jeton me familjen, me vajzat, me djalin dhe me bashkëshortin apo jo? Po.
Bashkëshorti është italian? Jo shqiptar. Aha. Dhe çfarë qëndrimi mban ai në lidhje me këtë? Sepse ju thoni që jeni kërcënuar, ju thoni që jetoni me frikë. Burrimi ka thonë, unë se lej këtë histori. Që doni që u të vras burr në huj? Që doni që u të vras i njeri që sha gruan time, njerëzit i thonë që kjo ka video më xhiro, ju i ka nodhi kjo. Që doni që ju keni thonë aq budalliqe më xhiro, që njerëzit i besojnë atyre budalliqeve pastaj. I nitu prishi familje. Edhe këto thonë, ti je vetëm, më kupto, ke 4 fëmijë, kush do t'i marr? Mediaset paka shumë e di, se unë kem shkruajt emaile, kam pas një gazetar tjenëve, ai më thon drejtën, mas i mor pyeti avokatën time, gjitha, më tha, unë t'je këshilloj të marrësh atë lek edhe të largohu nga veni, si të tham atë. Ana u thash, unë s'marr lek. Jo, po janë shumë njerëz mrena. S'më interesoi thash. Janë përfshirë shumë njerëz për të të njollosur emrin. Janë përfshirë shumë njerëz mrapa ku nuk kam ndërzu e ku unë kam donancu. Kanë thonë, kjo s'ka për ta marrë vesh, ne kërcënojmë me gjitha anët, kjo ka për të marrë ato lek, se mu prokuria mu pron lek. Edhe gazetari që ka komunikuar me ty italian të tha që më mirë lëre merr lekët edhe largohu nga vendi. Largohu nga vendi se asnjë shqiptare nuk fut në burg një mareshall. Se mareshalli që ka ndru denoncimin i bi me hyn burg. E kuptoj. Kush i femër, i bi një femër shqiptare me fut një mareshall të vendit që më ka ndru denoncimin. Edhe unë rezultoj ke psikiatria, sikur kam po 6 vizita, unë s'kam qenë asnjëherë më të psikiatri. Unë rezultoj gjithmonë ke psikiatri. Unë kam shku në spital prap me bo kodi që kush, që m'ja përbezdi njerëzit. Kush t'ka thënë që ti e ke emrin në këtë psikiatri? Unë ku kam lind djalin, rezultoj, më dhanë ilaçe me forcë, djalin nuk u zjonte më, më dhanë psikofarmaqi, unë rezultoja që isha ke kjo psikiatri. Ato më thanë që ti je skizofrenika, si të them, po që je skizofrenika, ti nuk je person me majtë fëmijë. Ato deshen me majtë djalin, ishtë erdë burim, uzun me burim tim, burim thiri policin, ato direkt dhanë djalin von dalje në spitalit. Kam shku me bo kodishe kush prap, kodishe roza quhet, prap ka i spital, ato mbyllin një natë në psikiatri mu. Më fusin me zorë në psikiatri, më japin psikofarmaqi. Se unë rezultoj që jam me psikofarmaqi, në ato do të lujnë si kur nuk din asgjë. Në qofë se unë vras vetën, policia dele pastër. Po që skizofrenika, ti po vrave vetën. Pse të vrasësh vetën ti? Unë e kam bojt të ati para 2-3 vjetësh. Edhe këto e kanë përdorë. Unë thash e kam bo këtë tentativë vrasje para 3 vjetësh ku ka ndodhur kjo ngjarje. Se njerëzit thonin që ka kjo video, jo si ka ndodhur kjo ngjarje. Edhe këto kanë lujt psikiatrin këtu. Ke tentuar të vrasësh veten? Po. Me 10/2021, 10 tetor. Edhe këto kështu kanë lujt psikiatrit që kanë thonë po vrau veten kjo, të dalin smunme, jo që policia se ka ndihmu këte, po kja është si quhet. E kuptoj. Po unë me këte psikiatri s'kam qenë asnjëherë, unë rezultoj atje. Ti shko me mor letrat, që unë e njoh emrin e kësaj psikiatre, unë shkoj me marr letrat atje, spitali nuk t'i jep, quhet, si ta them, letrat që ti ke hy me këtë spital, kur ke dalë, kur e kështu, nuk t'i jep. Pse se nuk do që ti ta denoncosh, e që shkrujt atje. Paka shumë ato e kanë shkrujt spitali ku kam desh me vravetën e ku kam din djalin që unë jam ke kjo doktoresha që kam shku 4-5 herë, po unë s'kam shku ka jo. Ndërkohë që ti nuk e shkuar asnjëherë në psikiatri. Jo, asnjëherë në psikiatri. Unë vetëm ku kam bo kodishin roza, që këtu bohet ku të not tentativë, violence, ku të not përdhunim, ku të not kje bot kodishe roza, ku të kërcënojnë për vdekje, ku të rafin bot kodishe roza në spital, që gjendje si jeti. Po unë nuk kam shku me këtë psikiatri, unë kam bo kodishe roza e mjaftë. Mirë, Adelina, unë të falenderoj që ndave me në këtë histori. Falenderit. Shpresoj shumë që është drejtësi. Falenderit.